zotit Faton Ahmetit, që një si Lul Bashe i Tetovës, e kam potencuar gjithmonë kështu, i thojnë dhe ne duhet ta themi gjithmonë këtën, dhe që mam postën edhe kryetari Degës, ishe dhe kryetari i shtabit përgjithshëm të zgjedhor, pra derisa ka humbur ai, nuk ka bërë një deklaratë morale, të paktën t'japi dorëheqje nga një postë që mban. Për këtë arsye që ky njeri ka sjell disa probleme, sidomos Degës së BDI-s në Tetov, po dhe në Pollog, si flasim Zhelin, Bogovin, ku ka humbur, as nuk është parë, as nuk ka dhënë deklarata, po dhe ai ku ka qenë dhe më parë s'ka dhënë as deklarata, nuk njëri deklaratave, është enigëm, është i mbyllur në vetvete. Por Ali Ahmeti, besoj, ju çfarë skenarësh mendoni që mundet të kemi në vazhdim, duke njohur dhe figurën e tij, eksperiencën? Ali Ahmeti përballet një luftë frontale, me Vëmëron dhe Vlenin kundër rreth parë personalitetit të tij dhe të BDI, sepse janë deklaruar që para 2 vitesh, para 3 vitesh, para 4 vitesh vëmëroje që ne duam zhdukjen e Ali Ahmetit dhe të BDI-s nga rrënja. Nuk është deklaruar njëherë që kjo nuk është gjë e mirë. Domethënë në lojën e politikës që të deklarohet zhdukja, fjala vjen sikur Edi Rama thoshte zhdukjen e PD-n apo zhdukjen e Sali Berishit. Kjo domethënë s'ka ndodhur asnjëherë në Shqipëri, përveç se kurse këtu këta kërkojnë zhdukjen. Duke BDI-ja ka potencial për riorganizim dhe është fitues, dhe herë po e them, Aki është fitues i zgjedhjeve. Nëse marrin votën popullore dhe nëse marrin votën që nuk ka e këshilltarëve që po, votën e pastër kur themi se edhe këtë rast kryetari i Këshillit është turk, pra ai ka ardhur me listat e Vlenit, s'ka vota të pastërta që Vleni që thoshëm më parë duan vota të pastërta, por BDI-ja ka kapacitete të tilla, por unë nuk shkikoj një riorganizim. Para një viti apo një vit e gjysmë kam shkruar disa shkrime që s'u ka vërejt BDI-s që jeni në rrënje të lirë. Domethënë, sepse mbas zgjedhjeve të 2024 që nuk u bën pjesë e qeverisë, ata psuan një vetkënaqësi dhe gjumë, ose unë po ta them, janë të ngopur me pushtet apo dhe me privilegje. Ose në gjendje kome, po sipas asaj që ju shkruani. Ose në gjendje kome, por përsëri e them, unë nuk shikoj një riorganizim të BDI-s të 2 javë, janë gjumë, mbas Ali Ahmeti ka një projekt të tij, por nuk shikoj më ngjitjen e BDI-s. Shikoj shkërmoqjen e BDI-s me këto hapat që se kam besuar unë vetë që BDI-ja mas humbjes zgjedhjeve do rinte kaq një gjumë, do rinte kaq, domethënë Selia nuk ka hyrje dalje, është mbyllur me drynë, se unë shtëpinë e kam shumë afër, rreth 50 metra larg Selisë qendrore të BDI-s edhe Degës të Tetovës. Nuk shoh qarkullim më, nuk shoh askush aty prej 2 javësh, kështu që më vjen keq ta them që nuk dua ta besoj. Jo se jam tifoz i BDI-s, nuk jam tifoz i BDI-s. BDI-ja më ka sulmuar, nëse marrim gjatë pushtetit, 20 vite me leje qëndrimi me të drejtat e njeriut personalisht, dhe unë e kam kritikuar në shkrimet të saj, por unë jam realist, duhet të shikojmë që BDI-ja në këtë rast është parti më e mirë se të tjera, por është një gjumë, edhe shpresoj të zgjohet, por unë si e shoh që po ikin me ikje të madhe nga Zoti i Zot me xhiti njerëzit e BDI-s, nuk shpresoj që BDI-ja do zgjohet. Kjo ikje e madhe, jo vetëm e antarëve, mendoni që do të ketë pra dhe lëvizje të deputetëve, sepse nga Vleni në mos gaboj kanë folur që mund të ketë deputet nga opozita që mund t'i bashkohen shumicës. Po kur themi nga opozita, duhet kemi parasysh që edhe zoti Menduthaçi i përket opozitës është një deputet. Selam mos gaboj ka 4 a 5, po dhe Taravari kaq, po Selam duket e ka mohuar vetë që mund të lëviz. Këto e kam mohuar, po do të them këtë gjë që ka dhe deputet turq 2 që si bashkim. Po nuk është do të ikin, domethënë këtu nuk ikin për parime ideologjike, këtu largohen për parimet pasurisë. Gjithmonë shqiptarët këtu rrallë, domethënë mas vitit 2002 nuk ka pas ideologji patriotike, përveç partisë PDSH që i ndodhi ai që i ka ndodhur dhe sulmuar 20 vite, PDSH ka pas parime dhe ideologji kombëtare dhe ka qenë një parti, si parti flas shumë kombëtariste. Krahasim me BDI-n apo i cilësoni si rënim jo vetëm të moralit, por edhe ideologjik. Unë e shikoj si rënim kombëtar në radh parë, rënim ideologjik kombëtar, po dhe të moralit, janë pamoralshëm, domethënë nuk e kam problem të ndrojmë partit. Edhe nuk e kam atë ideologjinë që kemi ne në Shqipëri atje që rrim me një parti dhe opozit, këta ja. Të duan pushtetin, edhe kaq, për fat keq. Është e vetmja parti që ka qenë opozitare dhe ideologjike ka qenë PDSH.